Projekti për e-faturë nis këtë verë, ndërsa nga fillimi i vitit 2026 do të aktivizohet periudha testuese me kompanitë. Drejtoria e Ardhurave Publike paralajmëron se sistemi do të vendoset gradualisht në bashkëpunim me komunitetin e biznesit, ndërsa zbatimi i detyrueshëm do të nisë në gjysmën e dytë të vitit 2026. A задолжителната имплементација планираме после проверката и потврдувањето дека системот е сигурен и стабилен, да планираме да започне од третиот квартал 2026 година, веројатно ќе биде етапно, зависно од корисниците на системот. Fatura elektronike do të zëvendësoj plotësisht mënyrën tradicionale të dërgimit dhe pranimit të faturave. Çdo faturë do të dërgohet dhe pranohet në mënyrë elektronike dhe menjëherë do të regjistrohet si dokument tatimor në DAP, ndryshe nga modeli më parshëm, ku të dhënat dërgoheshin më vonesë dhe në mënyrë të përmbledhur. Generalno можеби да сумирам дека ова e-фактура како процедура ќе значи да нема онакви фантом фирми кои што 90 на 100, 200, 300 милиони евра ќе украдат од буџетот и од вас граѓаните. Ако добро се применува и се работи, во што немам сомневање. Përmes sistemit të ri, Drejtoria e Ardhurave Publike do të mund të kryqëzojë të dhënat për çdo transakcion për të zbuluar aktivitete të dyshimta dhe për të përshpejtuar kontrollet. Përveç në luftën kundër krimit, e-fatura pritet të ketë rol të rëndësishëm edhe në kufizimin e ekonomisë gri. Përdorimi i sistemit do të jetë falas për shumicën e kompanive përmes një aplikacioni në webfaqen e DAP-it, ndërsa kompanitë më të mëdha do të kenë mundësi ta integrojnë sistemin në softverët e tyre ekzistues.